Keni të ngu bashkë ashtu që ju kom paralajmëruar sot në studio me mu është edhe Lars Feq, la ku kemi me folë për FIBA 3x3 European Cup, si përfaqësues i Federatës së Basketbollit Kosovës, edhe gjithashtu si menaxher i marketingut edhe i komunikimit. Lart, mirë se ke ardhur, kënaqësi të pas në studio. Përshëndetje, mirë se u gjeta, edhe përshëndetje edhe për dëgjuesit e Urbanit. Çizo e keni ni ma herët, se edhe unë kur e niva për herë parë dhe isha ku e kom ni çizo, po ju ka rave ni ma herët kur menuheni pak ju kujtohet. Pyetja e parë është apo këshyr futboll? Ti ardhe vol për basket, a ju i këshyr çdo lojë e kampionatit botror ajo? A zgjidhën kampionatin botror, s'mundesh me lëshua, ku dush, me kohë nuk mundesh me lëshu, po tash normal jena shumë të angazhuar me angazhimet tona për eventet e basketit, kështu që më pak se sa që kisha këshyr normalisht nëse s'ka kohën që ka që angazhuar. Lart, kjo është hera e tretë që Kosova po organizon diçka tillë. Sa ta merr mendja dhe çka tregon kjo për reputacionin e Kosovës kur ka organizimet FIBA-s brenda territorit? Kjo është një tregues i qartë i asaj që Federata e Basketbollit Kosovës, po edhe na si shtet kemi mri në kapacitete edhe humane, po edhe organizative që me mujt me organizu diçka të tillë. Edhe kjo është jashtëzakonisht mirë për vendin ton, por edhe për basketbollin në përgjithësi. Po që çka kisha dasht me cek është në fund ditës, kjo bëhet për njerëzit, për ata të cilët në fund kanë me u arktu përmes një sporti që qëllimin ultimat e ka zbavitjen edhe arktimin e njerëzve. Kështu që 13 qershor, 14 qershor, shtun e diel në sheshin Zahir Pajazitin Prishtinë, një prej sporteve ma urbane, që keni emrin edhe ju. Definitivisht. Një prej sporteve ma të shpejta dhe ma atraktive në botë, vjen me një format që është kualifikues për kampionat evropian, kampionati evropian në FIBA 3x3, pra ai që ma herët u konë streetballi, po që e njohim krejt, po që do me thonë formatimi i team kuadër të FIBA-s është basketbolli 3x3, i ka rregullat e veta normal, dhe si till ka fillu prej 2007, pra është kogja i ri kështu si sport, muj me thonë në atë rregullimin e vet. Po që na e dim se çfarë vibe ka, muj me thonë lirisht, ka muzikë, ka arktim, ka sport, ka shpërblime, ka diell kënaqësi, edhe është një event që jo veç ata të cilët planifikojnë me ardhe, të cilët na i ftojmë, po edhe ata të cilët kalojnë që aty, mujnë me shiju. Kështu që po besoj është një prej seneve më të mira të verës, edhe në Prishtinë, edhe në Kosovë në përgjithësi, është një lloj i arktimit jo i zakonshëm, pra nuk ndodh ton vitin, kryesisht është për verës, edhe njerëz mujnë me kalu kohë në shesh, pak më ndryshe se zakonisht. Sa herët ka streetball edhe në këtë rast 3x3, më kujtohet ajo nga Summer Jam, a din të jam tamam çasi ndjesiet verës, a din të lut basket edhe të bu freestyle me kohë shumë interesant. Po pse ta merr mendja në një vend që për shembull është kogja këshyrët 5x5, këshyrët basketbolli tradicional që e njohim na. Çka ta merr mendja pse po investon FBK-ja që ka shumë në 3x3? Shumë pyetje mirë, më qitem penal që thonë kështu atë. Jashtë kom qit penal, gjujtje të mirë. Gjujtje të mirë. Bravo. A di qysh? Tu nis prej asaj që e bën edhe pyetjen pak më herët. Se 3x3 plus për herë tretë, për menë është për herë tretë. FBK-ja ka organizuar jashtëzakonisht mirë në 2 herët e para këtë turneun kualifikues për kampionat evropian, edhe FIBA e ka kërku prej federatës, ja u ka ofruar edhe një herë federatës që me organizu prapë. Edhe na si federat kemi shpreh dëshirën për me organizu edhe krejt atë vullnetin për me bu mas miri. Pse 3x3, pse FBK-ja u fokusu në këta? Basketbolli 3x3 është pjesë e Olimpiadës, që në 2 Olimpiadat e fundit, në Tokyo 2020 edhe 2021, faktikisht që u majtë, edhe në Paris 2024, ka qenë sport zyrtar, edhe shtetet mujnë me fitu medalje olimpike, që është kogja një arritje e madhe. Kështu që ka rëndësi shumë në global sport, në sportin global. Po ashtu, ekziston një farë tradite e basketbollit me një kosh në Kosovë. Kretja kena nisë me lujt basketbol prej mahallave. Edhe s'ka reper që se përmen që ka njëherë ka lujt basket dhe sa u bu reper. Ma dhe pora që jo, ma sani, ture po atë ka
Ekziston një lloj tradite, një në mënyre e kalimit nashta prej basketbollit rrugës edhe në basketbol 5-me-5, mandej edhe ka një interesim të natyrshëm, vjen kështu natyral prej njerëzve që me përcjell, po edhe është atraktiv, fresko. Normal, është shumë atraktiv. Loja është shumë e shpejt. Kryet deri 21. Po nëse nuk i kanë jep 21, 10 minuta, është ma shumë se 10 minuta nuk mundesh me lujt. Kur t'japët kosh, aksioni fillon me njëherë, s'ka me ta preferi topin edhe me vazhdu t'i loje. Po, qa ka tjetër, nuk zgat aksioni 24 sekonda, po zgat 12 sekonda. Pra, ka ngulitje, ka tresha, ka lëvizje, ka shumë show. Edhe si tillë tepër interesant me e pa. Kështu që krejt këto kur ti mbledh bashk, plus fakti që është edhe pjesë e turizmit sportiv, që me thonë atë pjesën e menaxhimit sportiv, kur organizohet evente, planifikohet edhe pjesa e turizmit sportiv, diplomacia sportive, këtë këto hinë në këtë farë analizën që i bëhet një eventi nëse duhet me organizu ose jo. Edhe kjo event plotson shumë tika në ata që federata e konsideron të rëndësishme, edhe pastaj normalisht është top of the mountain, cherry on cake, është fakti që e ki shumë alet mu kualifiku. Si të ka ma pak njerës për neve është top. Si të buë ma shumë komplikohet. Jo, po ti lumë vendas edhe, apo kupton, e ki qatë përparsin e terenit, pavarësisht që kjo luën qytet, po i ki njerës të tu rrethvetës, edhe na po supozojmë edhe shpresojmë që ka me pas shumë njerës me përkra Kosovën në këto dy ditë. Definitivisht edhe unë po shpresoj se na jena njerës që kena që me bërorit shumë edhe jena kogjafon sa të flakt se cili do lloj sporti dhe sidomos edhe në basketbol vitet e fundit. 13 edhe 14 qershor janë dy data që me pas aktivitete në shishin Zahir Pajaziti, apo jo na tregon pak se e përmenëm fillim që me pas shumë aktivitete, çka mundën me prit qytetarë që po na dëgjojnë momentalisht me ndodh brenda këtyre dy ditëve. Po ja nisim me orar. Të shtunën nesër, prej orës 2 fillojnë ndeshjet, fillojnë aktivitetet. Kosova, ndeshjen e parë ka në ora 5:20. Kosova meshkujt nesër i zhvillon 2 ndeshjet, ndërsa përfaqësuesja e femrave e lun 1 ndeshje, pra është dita e parë e eventit. Dita e parë e eventit është faza e grupeve. Edhe aty përcaktohen gjysmëfinalistët që të nesërmën, të dielën me 14 qershor, përballen me njëri tjetrin, edhe pas gjysmëfinaleve në dyja konkurrencat, luhen finalet. Finalja e femrave fillimisht, edhe finalja e meshkujve e fundit, edhe me ta përmbyllet kjo pjesa e ndeshjeve. Çka ka me pas tjetër? Na i kemi fillu aktivitetet prej sot, Resko. Kena pas një aktivitet me Dardin në shesh, këgja kështu simpatik. Dardi është maskota zyrtare e Kosovës përfaqësuesve, por edhe e federatës. Është kështu Dardi Dardan. Dardi është shumë lozonjar. Shumë lozonjar, edhe emrin ka edhe emrin lozonjar. Qa ka bo Dardi sot, e ka pas një kosh, edhe ja u ka gjujt topi njerëzve edhe ka thonë jep në një kosh. Qa që e kanë jep koshin, kanë fitu shpërblime, dhurata prej federatës. Po shpërblime kanë me pas edhe nesër, sponsorat tonë, cilët kanë me pas edhe ata hapësirën e vetë, kanë me dhuru shpërblime për pjesëmarrësit, kanë me pas aktivitetet ngjajshme, pra gjujtje në kosh, ka me qenë një aktivitet tjetër që ka me konë fotoja ma e mirë me Dardin. Kush e bën foton ma të mirë me Dardin, ka me fitu diçka. Qa vëshes, s'ka nevojë edhe me ditë me lyt basket, veç me ditë me doni foto. Po. Na jena fotogenik shumë. Po me nëjë që... shumë problematike. Po besoj që po. Kështu që muzika ka me konë në top, po besoj. Kena do me thonë pije, kena ushqime, kena krejt ato që e bojnë një organizim me konë ashtu që si mungon diçka. Definitivist. Realisht, prej te, kështu me të pyet, sa menën që jena ofër që me mujt me siguru një ven në Antwerp? Nuk është e letë. Ti përmenet 2 edicionet e kalume. Kosova ka marrë pjesë edhe i ka organizu vetë, që i bjene ka pas qatë për parsin e terenit. Po nuk e ka pas letë. Vitin e kalume jena konë në gjysmë finale, jena në poshtë në gjysmë finale,
para 2 vjetëve po ashtu s'kena arrit me fitu. Pra, na po shpresojmë që si vjet kam na e dasht. Me treta vërtet, me treta. Edhe kena me arrit me fitu. Ekipin e kemi të mirë, sin konkurrencën e femrave edhe ashtu te meshkujt. Po që më varet është sport, ka ekipe shumë të mira. Irlanda është një ekip shumë i fortë edhe konsiderohet favorit. Përpos Irlandës marrin pjesë kombëtare si Azerbejxhani, që është po ashtu ekip shumë i mirë, Çipro është ekip po ashtu që konsiderohet nga më të fortit. Tutjen tek meshkujt është edhe Shqipëria, është edhe San Marino dhe Malta, ndërsa te femrat janë këto që i përmena pas Shqipërinë edhe pa San Marinon, pra Malta, Çipro, Irlanda, Azerbejxhani dhe Kosova. Cilat amërmeja që mundet me konë ashta ballafaqimi ose rivali kryesor i Kosovës, edhe më i vështirë ashta pikredi që mundet me naro. Unë po besoj që Irlanda vitin e kaluar ka siguru biletën për Antwerp, për kampionat evropian që faktikisht nuk u mbajnë në Antwerp, u mbajnë në Kopenhag, vitin e kaluar. Edhe Azerbejxhani ka një ekip mirë. Kështu që po Azerbejxhani nuk mundet me naro, nuk e kena në grup. Në grup e kena Çipron edhe Irlandën. Ndeshjet e grupit i kena me Çipron edhe me Irlandën edhe luhen nesër, pra të shtunën. Azerbejdxhani po më ka me naro ma vonë që se veç. Grupin se kena të lehtë. Duhet me pas na parasysh që nuk është grup i lehtë, po që nëse i mposhtim ato, besoj që e marrim çat vetbesimin që mi shku deri në fund. Ne ishim për pak nash masina po organizojna me thonë që më ngjau shumë që më atlet. Pra s'ka shansë me ndodh, ha? Zvohet. FIBA zvohet FIBA. Po kështu më dash pse jo. Pak me animu, zvohet. A di qysh kanë met edhe krejt janë edhe 5 bileta për kampionat evropian. Evropiani luhet në shtator, 11-13 shtator në Antwerp. 7 bileta janë siguruar për shkak të rankimit, ekipi që ka fituar në kaluar me Lituania plus hosti Belgjika janë aty, edhe 5 ekipe tjera. 2 turne janë domethënë paralelisht kanë me u zhvillu me këta në Kosovë, një në Rumani dhe një në Slovaki, edhe këta 2 turne i nxjerrin nga 2 fitues, kurse në Kosovë del një fitues, pra 5 bileta në total, në 2 konkurrencat, edhe te femrat edhe te meshkujt, edhe mandej mohet kampionati evropian që në atë farë piramidën e rëndësisë në kuadër 3x3-shit nuk është shumë poshtë. Është Olimpiada, është më e rëndësishmja, mandej vjen kampionati botëror, edhe tani është kampionati evropian. Okej, do të thonë top 3 piti nga kryesore. Është një për kryesorëve. A menon që ka Kosova tash një identitet vetin në 3x3 edhe hala është tu e kërku edhe çfarë merr mend që ka ndryshuar ashta pi ekipit vitit kaluar krahasim me ekipit që kena tash? Tek femrat është është pothuajse i njëjti ekip, ndërsa te meshkujt ka ndryshuar kogja shumë ekipi. Përpos Ron Ukajt, i cili mbetet edhe këtë vit, Kapiti, Tmushic edhe Mala nuk janë më, po ekipi është kogja i mirë, është Kryeziu, Dasyla edhe Aliaj, që i bashkohen Ukajt edhe është kogja një ekip i mirë. Po na tash pritshmërit i kemi kështu të mira, edhe po besojmë që ka me pas sukses skuadra. Qa ke pyetja tjetër? Edhe ata merr meja që kena fitu një identitet, sa i përket definitivisht. U bo gjatë që po organizojmë turne të tillë, më herët edhe para FIBA Euro Cup qualifications. I organizojshin vetë kështu për çefi. Kemi organizuar shumë për çefi 3x3-sha, kemi pas challengerin, kemi pas kojado turne, kështu që mendoj që e kemi çat traditën e basketit në rrugë, po kështu kushtimisht, po them rrugë, po është streetball edhe masi e ka që atë emër pi referona edhe me streetball. Masi folëm veç sa i përket identitetit, na po thonë që kena po tash po flasim edhe sa i përket pak infrastrukturës. Sot ta merr mendja që ka hapësira dhe infrastrukturën në Kosovë që fëmijët më e marr pak më seriozisht 3x3-shin, edhe çka na shta mungon më shumë ti që me prodhu më shumë lojtarë të nivelit evropian. Mendoj që sfida më e madhe që e ka sportin përgjithësi, atë nuk po nis na veç me 3x3 ose me basketball ose me ndonjë sport tjetër. Sportin përgjithësi e ka atë pjesën e aktivizimit të fëmijëve, dalja me lujt në rrugë, në mahall, çu kena dalë më herët. Tash jeta digjitale edhe jeta që
faktikisht po I bën njerëz me qenë ma shumë para ekranit se sa para koshit, është sfida më e madhe dhe FIBA e ka identifikuar çto si një prej gjanave që konsiderohet sfidë e madhe. Bile, Novak e di që pa thonë që FIBA është gati me lansu edhe një app që ka me I bo fëmijët me xhiru veten në lloj challenge, që mandej me I postu edhe me dal, me gjujt në kësh edhe me I postu në chat app edhe me një farë aktiviteti dhe një farë interaksioni që përmes teknologjisë po ashtu mu promovu edhe aktiviteti fizik. Kështu që mungesa aktivitetit fizik në përgjithësi mendoj që është sfida më e madhe. Megjithatë, ka shumë fëmijë dhe shumë të reja që janë të interesuar me lujt, edhe luajnë. Na gjithmonë infrastrukturën e përmene, nuk ka nevojë për një infrastrukturë shumë të madhe për basketball. E vërtet. Një sport e teshave mundet mu prish në fund edhe me u ngjit dikon edhe bëhet kosh çështu kombohen kur janë fëmijë. Kështu që po besoj basketbolli e ka çata të mirë. Në anën tjetër, federata është tu munu me I bo më të mirën e vet, I ka ndërmarrë gjitha masat edhe përmes strategjisë të cilën e ka do ta implementoj gjatë këtyre viteve, prej vitit 2026 deri në vitin 2030, e ka emrin basketbolli 3.0. Kjo strategji është strategji e mirë menduar, e hartuar bashkë me FIBA-n dhe I ka 5 qëllime kryesore. Një prej tyre normalisht është zhvillimi I gjeneratave të reja dhe talentëve të rinj, dhe kjo është u bë edhe të u marrë në mënyrën më serioze të mundshme. Federata ka angazhu trajnerët që për zgjedhjes në konkurencën A, pra në senior, me u fokusu në identifikimin e talentëve edhe në zhvillimin e tyre përmes programeve të detajume, cilat pastaj do t'i nxjerrin rezultatet e veta dhe me ato key performance indicators do të maten se deri ku edhe qysh kanë shku. Është e harmonizuar komplet edhe me strategjinë shtetërore, sepse edhe shteti ka një strategji të vetën të zhvillimit për të njëjtën periudhë 2026-2030, kështu që po besoj që jemi tu e marrë seriozisht edhe për një fakt që në 2030 I kemi lojrat mesdhetare. Edhe pjesë e lojrave mesdhetare është edhe basketbolli 3x3. Kështu që për me pas sukses, na duhet me bo një punë sistematike për këto vite, në mënyrë që në 2030 na me pas një ekip që kur të vim na në Urban FM me thonë, valla fresko kena me fitu 100%. S'ka shansë ndryshe me ndodhë. Kjo është ideja, kështu që puna është u bo, është u punu jashtëzakonisht shumë, veç shpresoj që me apo frytet, edhe mos mu dëshpëru, edhe nëse nuk I shohim ato rezultate me njëherë, sepse është proces, edhe procesi trust the process, edhe ekipet në përbot ton kohën fansave është na gutën dëgjysh. Jo, po menaj kështu fansat e sportit janë pak kështu që I lypin senet me njëherë, po me kohën është pak ma racionale, edhe që dvynë pak kohë që rezultatet mu po. Definitivisht, lart, po besoj që I tham krejt çka u dasht me thonë. Besoj që e kena kuptuar se çka komendohet gjatë këtyre 2 datave nesër dhe pas nesër, për këtë ata që po na dëgjojnë, s'kena për ty me I ftu edhe me ju tregu se sa e rëndësishme është me qenë bashkë nesër edhe mas nesër që me shty Kosovën përpara. Hajde knaquni. Çto du mi ju thonë, hajde knaquni, nëse kaloni ka sheshi, mos e lani pa unal, bileni 15 minuta, po rrini ma shumë, se jo, janë lojt jashtëzakonisht atraktive, edhe ndeshjet e tjera, jo vetëm ndeshjet e Kosovës. Po, on top of everything, në fund dush me përkra Kosovën, edhe hajde në përkrane, nëse veç keni kohë, është weekend, moti është ma I mirë nesër se sot u konë vrand, po nesër ka me konë djel. Ma vonë, se na vuni kesh. Hajde knaquni edhe na ja u garantojna që keni me kalu mirë. Lart, shumë faleminderit, kënaqësimet po ashtu, po shpresoj që kena mu taku prapë edhe për organizimet e tjera, tash edhe ka gjatë vitit shumë gjëra që kanë menduar se përket basketbollit. Po, edhe një sen për fund, se ky nuk është aktiviteti vetëm.
po du mi përmend shumë shkurt edhe aktivitetet tjera që i kena këtë verë. Okay. Na ja kena lënë emrin kësaj vere Vera me basketball. Vera me basketball. Vera me basketball. Pse? Se me njëherë mas 3 retreshit e kena small countries për femra, FIBA European Small Countries është një event që ka mu majt në Pej prej datës 23 deri datën 28 qershor. Prej aty me njëherë shkojna në Prizren, kalojna një qytet tjetër të bukur të Kosovës, me 2 korrike kena ndeshjen e përfaqësueses A. Kosova A kundër Shqipërisë, është ndeshje para kualifikuese për kampionat evropian. Me njëherë mas 3 ditëve shkojna në Slovaki, atje luajna kundër Slovakisë, janë 2 ndeshje përcaktuese për këtë grup. Edhe në fund korrikut e kemi po ashtu edhe FIBA U18 kampionatin evropian divizionin C, ku luajnë djemt. Janë pra Kjo verë Baller Edition. Një mas një. Edhe mos i zgjedhni, hajde në krejt.